Dhe mbyllet këtu Skënderbeu. Skënderbeu mori 3 pikë të arta në Shkodër, ku fitoi 2-1 kundër Vllaznis për javën e 30 Bisnet Superiore. Fal kundër sulmeve vrasëse që sollën 2 gola të shënuar nga Nasër. Fitoria jep shpresa skuadrës skorçare që për momentin është ngjitur në vendin e parafundit, në pritje të Teutës si luan të dielën e Partizanit. Në Loro Boriçi ishin shkodran që nisën me sulm dhe ju afruan rrezikshëm Portës në minutën e dytë, kur Mala hyri në zonë nga e majta dhe gjuan. Alia reagon me njëherë duke bllokuar rrezën e Portës. Në minutën e 10 kundër sulmi Skënderbeu sjell golin e avantazhit për miq. Nasër vërshon drejt zonës dhe gjuan me të djathtë, duke dërguar topin në rrjet ngjitur me shtyllën. Vllaznia përpiqet barazojë dhe Bala ka një mundësi në minutën e 18, kur i shpëton mbulimin të mbrojtjes në zonë dhe tenton një parabol mbi portierin Alia, por pa gjetur kuadratin. Në minutën e 34 Skënderbeu dënë një kundërshum fotokopje të atij të golit, por këtë herë Jago devion mbi tra gjuetjen e Nasrit, duke shpëtuar Portën nga goli i sigurt. Pas fushimit vllaznisë duhen vetëm 4 minuta për të barazuar. Qato përfiton nga gabimi i Estrelës, që kërkon pasion në qendër dhe ja rrëmben topin. Hyn në zonë me të majtën poshtë Aliajn. Një gol i bukur që kthen ekuilibrin në fushë, 1-1. Skënderbeu afrohet sërish avantazhit, por gjuetja e Bismarck brenda zonës fiton vetëm një goditje nga këndi. Në minutën e 58 është Vllaznia që me anë të kundërshumit fiton një penallti, por që anulohet menjëherë për pozicionin e shluaj. 2 minuta më pas Skënderbeu afrohet edhe një golit, i ndalur nga shtylla. Korçarët shfaqen në kërkues, ndërkohë që për Vllaznin provon Balaj me një gjuetje nga jashtë zonës në minutën e 71, jashtë kuadratit. Në minutën e 82 më në fund Skënderbeu e gjen edhe golin e dytë. Kundërshum nga djatha, portieri Jukaj grushton gjuetjen por nuk arrin të largojë topin, që përfundon në këmbët e Nasër dhe ky shënon me portën bosh. VAR konfirmon golin pas një vëzhgimi të shpejtë. Skënderbeu e ruan rezultatin deri në fund, për të ikur nga Shkodra me 3 pikë të vlefshme për mbijetesën. Shpërthen festa tashmë.